بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة دلافريمات إتاقيمة الله عز وجل صلوات والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës të cikli i ligjëratave para namazit të taravis. Edhe sot me lejen e Zotit xhallahu ala përfunduam ditën e 5 të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe startojmë me taravin e 6 me radhë. Jemi në ciklin e ligjëratave pse duhet ta duam Allahun Azza wa Jall, duke sjell përgjigje të ndryshme në këtë pyetje të shkurtur, por pyetje që nuk është e thjeshtë, është pyetje e madhe. Dhe kemi thonë që duhet ta duam Allahun Azza wa Jall nga se na mundsoi me arrit Ramazanin. Duhet ta duam Allahun Azza wa Jall nga se ai na krijoi. Duhet ta duam Allahun Azza wa Jall nga se ai ka kriju gjëra që i ka vendosur në shërbim tonin të krijesës njeri. Duhet ta duam Allahun Azza wa Jall, kemi thonë që apo përse nga se ne ka dhënë shëndet. Ndërsa radhës është duhet ta duam Allahun Azza wa Jall nga se Allahu na ka mësuar. Allahu na ka mësuar dhe këtu e ka potencuar dhe ka thënë Zoti xhallahu ala në shumë vende në Kur'anin famlar. Për shembull, fëmia që del nga barku i nanës nuk din kur gjo. Allahu ka mësuar fëmijën që me mimika, me gjeste, mi abu me kuptu prindit, babës, nanës, gjyshit që po du me hungur diçka, po du me pi diçka. Kush e mësoi fëmijën me bërë agimet e tilla? Allahu Azza wa Jall. Kush e mësoi pastaj fëmijën të folurit? Allahu Azza wa Jall. Kush ja mësoi insanëve gjuhët? Allahu Azza wa Jall. Për ta thënë Allahu tha: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Allahu Azza wa Jall ju nxorri nga bashkët e nënave tuaja. Ju nuk dinit asgjë, as ki dit me këshyr, as ki dit me lip kur gjo s'ki dit. Allahu dha 3 elemente të pamurit, të dëgjuarit, edhe mendjen që përmes tyre 3 komponenteve ti me arrit me fol, me artikulu fjalë. E çka boni Zoti? Allahu të mësoi ty dhe mu. Për të arsye ne e duam Allahun Azza wa Jall, la'allakum tashkurun. Dhe pasi që Allahu ta mësoi të folurit përmes dëgjimit, shikimit, mendjes, a nuk ja vlen me falendrua Allahun Azza wa Jall dhe me thonë: "O Zot, të dua nga se ti ai që më mësove." Gjithashtu Allahu Azza wa Jall është ai i cili e mësoi pejgamberin e tij, i cili nuk ka ditë shkrim lexim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Allahu e nisën surë Rahman dhe tha: "I gjithë mëshirshmi, i cili ja mësoi robit e tij Kur'anin." Pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pastaj Zoti tha: "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Friksojuni Zotin nëse dëshironi Allahu me ju mësu, me ju dhon dije. Qoftë ta shton vullnetin me mësu, qoftë ta hap diapazonin e mbamendjes, qoftë ta hap diapazonin e të kuptuarit. Dhe kjo është begati e Zotit. Sa njeri ka lind talent, ama për shkak dembellëkut dhe shoqërisë keqe e ka humbur talentin. E sa njeri nuk ka lind talent, po për shkak përpjekjeve të shumta që ka bëu. Allahu e ka mësu, Allahu e ka bërë të ditur. Për atë arsye tha: "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Të dini Zotit, nëse dëshironi që Allahu me ju mësu juve, me ju dhon dije. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na ka këshillu që të mësojmë, të lexojmë. Se gjëja e parë që ka zbrit pishtat ka qeve në shpellën Hira ka qenë: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Lexon e emrin e atij që të ka kriju, Allahu Azza wa Jall.
Pastaj tha alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Lexon emrin e këtij Zotit, o insan, i cili ja mësoi njeriu aleikum salam përdorimin e lapsit, përdorimin e penës. Gjëja e parë që ka kriju Zoti pi gjësendeve të ngurta është lapsi. Edhe i tha lapsi Zoti uktub, shkruaj. Lapsi tha o Zot ma dha uktub, çka shkruaj? Tha shkruaj caktimet e krijesave të ditën e gjykimit. Andaj alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Allahu ja mësoi insanit përdorimin e lapsit me shkrujt. Ja mësoi njeriu Allahu atë që njeriu nuk e din. Para mendoni, Allahu kur ka dash me tregu se ka dije të pakufishme, edhe këtë dije kuna doja jep Zoti, Allahu e qiti Ademin a.s. karshi me lejkeve. Edhe Zoti tha, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah ja mësoi Ademit emrat e krejt krijesave, pina deri në zhë. Edhe Allahu i tha me lejkeve, hajdeni kallzoni ju çka i kumsun Ademit. Kallzoni edhe ju. Çka than me lejket? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. I patmeta jo o Zot, na nuk kemi dije për pos dijes që ti na ke dhënë neve. Atë ty që e ke kryer në fakultet, e një magjistraturë, një doktoraturë, e ke kryer se Allahu të ka mësuar, të ka dhënë dije. Edhe mos u çopesh se dija e Zotit është absolute, jo që ka një kufi, është e mangët. Peceki rasin e Musait a.s. me Hidrin, blic, me kuptu shka përdu me thonë. Edhe Musai a.s. për thot Hidrit, hel attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. O Hidr, Allahu më ka thonë që ka një njeri ma dishëm se ti, ani pse ti e pejgamber. E mora vesh që jeti, a bonune ma arë mas teje me marë dije. Me shku me marë dije mas teje. I tha po, ama mos me më kundrushtu. Para se vonis, Hidri a.s. e shtini gishtin deti. Edhe nëzur gishtin në këtë formë. Edhe Musai a.s. për i interesant, shka pëto me thonë me këto? Tha po, shka bona, tha po. A e din arsyen, tha jo. Dija jo, të thot, o Musa, dija jeme, dija krejt krijesave. Krasim me dijen e Zotit është sukur se që ki gishti që e kumë shtin deti. Thot, a harxova detin me shti gishtin me nxjerr? Thot, jo, thot, i ki marrë një 5 pika. Thot, qashtu është dija e Zotit krahas dijes tema dhe dijes këtë krijesave. Andaj, diturin që e ki, zanatin që e di, punën që e bon me dije, kush ta ka dhënë këtë dije? Allahu azza wa jall. Mos u bon si Karuni, të cilët Allahu i kishte dhënë pasuri, edhe kur i thanë njerëzit Karunit, tu që Zoti se Allah i ta ka dhënë pasurinë, çka tha Karuni? Innama utituhu ala ilmin indi. Çka tha Karuni? Tha, unë e kom bo këtë pasuni se unë e kom dije shumë. Kjo është merit e jemja. Harroj me thonë që Allahu më dha dije, edhe është ai i cili ma mësoi me bo këtë pasuni. Andaj Zoti xhallahu është ai i cili i jep dije speciale të fesë ato që e donë Allahu azza wa jall. Për atë arsye, Zoti xhallahu ala ka tregu që dituria e mirëfillt e shëndosh automatikisht promovon dashuritë sinqert ndaj Zotit xhallahu ala. Ndaj atij që Allahu tha, wattaqullah wa yuallimukumullah. Tutuni Zotit, Allahu ka më dhënë dije dhe kjo është garancë nga Zoti xhallahu ala që çdo kush që kërkon rrugën e dijes, edhe i friksohet Zotit, ruhet nga harami, Allahu më do mos ka më pajis me dituri të dobishme. Gjithashtu Allahu azza wa jall e mëson njeriu përmes disa elementeve të zakonshme përditshme. E para është përmes shpalljes. Zoti xhallahu ala për mi pajis këto logjika të shëndosha me dije, Allahu ka dërguar shpallje.
Për shembull, gjej njëri që s'është pejgamber, por është dietar, e din fen në detaje. Gjej njëri që nuk është as dietar, as hoxh, po e din fen. Për çka? Për shkak se ka lexuar për fe dhe Allahu i ka dhënë dije. Ai s'është hoxh, ama kur ta ulesh me hoxhën, meselet i din si hoxha. Interesi, frikë respekti ndaj Zotit, edhe për shkak të këtij interesi, edhe frikë respekti Allahu Azza wa Jall i dha dituri të mirëfillt. Andaj elementi i parë i dijes është shpallja. Dhe çdo dituri që nuk e ka brumin pi shpalljes, që nuk e ka brumin pi 7 kaçeve, është dituri e mangët. Se dituria reale, dituria vërtet është ajo dituri që vjen nga burimi i sakt, është nga burimi real. Ajo është burimi Allahu Azza wa Jall. Unë edhe tek më harët, këtë shkencëtar, këtë ulemat, këtë pejgamber, pin fillim krijimit të kësaj toke deri në kiamet, me qit me unë. Edhe detyria e Allahut, njësoj është sikur se me qit unazën time, me qitën në shkretin. Ose me qit me një vend që ka 10 hektar tokë, zallin. A mund me gjetë unazën që? Mshiri sytë e gjunë, hajtë mush me gjetë. A do këtë unazën, nuk do këse e vogël është. Qështu është dituria jone e mangë, se e ka një fillim, e ka një mbarim, sosët, harrohet. E Allahu nuk haron, Allahu nuk kotët, Allahu nuk lodhët, insani mërzitët, haron, kotët. Për të arsye fjala insan, e ka burimin nga folja, nësja jenë se haron ka harru. Sa dijet i kemi marrë më herët, për shkak gjunave, për shkak dëmëllëkit, për shkak mos pasëritjes, për shkak mos futjes praktikë si tim. Për shembull, na njoh me xhallar, që unë spërvu s'kan hi mama, ku më taku në Zvicër. 15 mas e ka kryer fakultetin, arabishin e ka ditë ujë. Notet e ka pas këtë dheqe. Mas 15 s'ka pas, ku me promovuat gjuhë arabe, me përthy s'ka përthy, me fol s'ka fol. Kur kon fillu me hin kontakt, mu ka duk si një xhamati thjesht. Pse dituria që mirët edhe nuk përpunohet, ajo ka dalë fillon me uzbe. Pluhnoset edhe hu vlera. Elementi i dytë është Allahu e mëson insanin, njeriu përmes sprovave. Sprovat janë dije, janë edukim hynor. Për shembull, një punë se ki ditë. Ama ka ra që kjo sprova ki marrë vesh këtë mesele. Ka ra kjo smuj ki lexu për pankrasin. Kur kuna i ka ra me lexu për sheqerin? Kur kuna i që? Si ti bjede sheqerin shqiptari, më rënë ChatGPT. Rreziqet e sheqerit, çka e largon sheqerin. Bëhet doktor i lëmis mjekësisë në aspektin e sheqerit për shembull. Ose për shembull ka problem me zemrën. Kur kina lexuar na për zemrën? Kur? Na bjen një infrakt i vogël zemrën, mule me lexu libra, me lengu ligjërata, buhet mjek i zemrës. Pse më harët s'ka ditë, s'ka pas interes. Pse interesi zore ka shti? E ka sprovu Zoti me një sprovë, e aja sprovë bo që Allahu më dhon dije që ban ki, sa kish jetu këtë dunja, kish dek, s'kish pas as i dije. Elementi i tretë është përmes natyrës së krijimit. Çka i bën kjo? Për shembull, suku njëri shumë i dalëm. Edhe i ka arë puna me shku në Gjermani me punu në teren. Si ka ditë fort, pemt, llojt e pemve, edhe fillon me punu Gardenbau. Edhe shkon, mas 2 vjeti, mas i të vjen e zhunis, për shembull, preshev. I anis mi t'i kallzu llojet e luleve. Kjo kështu, kjo lule kështu, kjo qel kështu, duhet me bjell me 10 mars. Çka vëmën e ki? 5 vjet shkollë i ka. Kush e mësoi? Natyrshmëria e krijimit që ka kriju Zoti. Puna, vullneti. 8 vjet shkollë ka. Mirë po, mas 1 vjet dhe u bo shkollovan me shkollë të lartë në aspektin e Gardenbaus. Pse? Jeta, përditshmëria e ka bërë me mësu dosane. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është për elementeve që neve në ka dhënë dije. Ka servuar shumë dije alaihi sallallahu alajhi wasallam, saqë është modeli jonë. Qysh me kërku dijen? Pejgamberi sallallahu ka mujt Allahu më ia çu dijen nëndër. Më ia çu ja kishu shpallja dhe ditën e mirë. Po i ka thonë pejgamberi sallallahu dush mund ngjit në kodër, me shku me nejt me mësuesin një muj Ramazan, mu ul në kom kreç ose ngujza para mësuesit, edhe me nejt gaditu para mësuesit me marr dije. Kuna kështu e ka shti Zoti me bu? Pejgamberi alayhis salam. Andaj diturias i shkohet, e nuk shkon dituria dhe shtëpia, nuk vjen dituria blanko që do të populli. Duhet me kalu kopak, duhet me kalu djerës, me argju pare, me udhtu. Sakrifis me bu. E kur buan këto elemente, shpallja, sprova, natyrshmëria e krijimit, jeta e përditshme, pejgamberi alayhis salam që na ka servu dije,
formohet një dituri e cila pastaj prodhon dashuri të sinqert, edhe e kupton kush është Zoti jot, e kupton që pa Allahun jetë zero, e kupton që këtë bagazh dijes, në zanatin që e ki, biznisin që e ki, jetën e përditshme, nuk thu si Karuni, që tha këto e kum bo se kum pa shumë dije, po thu falënderimi të akon Allahut, që më dha shëndet, mora dije, u aftësova në punë, u aftësova në biznis, dhe kjo është prej mirësisë dhe begatisë së Allahut azza wa jall. Andaj, përgjigja e radhës, pse e duam Allahun është, për shkak se Zoti na dha dituri. Jetën e përditshme na dha dituri me mësu falën e namazit, na dha dituri që me përdor mjetin, edhe që me përdor jetën në përgjithësi. Elusim Allahun që Zoti na jap ditë dobishme dhe të na ruaj nga dituria nga atë nuk ka dobi. Walhamdulillahi rabbil alamin.